Në ndërkohë për krejt ata që dojnë me ardhë dhe me vizitu, qendra është në Prishtinë. Qendra multikulturore Kra është në Prishtinë, është në pjesën e rrugës B, mbrapa kompleksit Royal Mall, është kompleksi Agro Trade, besoj që logo dhe njoftimi është duket prej rrugës Kra, është në katin e parë, është e hapur çdo ditë prej orës 9 deri në ora 4 pasdite, aktualisht po shpresojmë që me kohë do të rritet edhe orari i... Dhe aty është dikush që i tregon për ato... Çka ka specifike njohëm? Çka të kalon përshtypje ty shumë, me që je aty aktive? Realisht për mu ka qenë shumë interesante veshje tradicionale që jam përdor, të cilat ndërlidhen... Ajo që ka kemi tentu ka qenë të identifikojmë veshje të cilat mundemi mi prezentu dhe nëpërmjet scenografive të ndryshme familjare. Se kemi pas familje të shumta në gjitha rajonet që janë mundu, nëpërmjet atyre albumeve të veta me na ndihmu, me na ofru mbështetje, duke na jap një copë të atyre që ka e kam pas si kujtim për familjeve të mëhershme. Edhe ajo veshja tradicionale, për shembull në këtë rast e komunitetit rom, ka qenë jashtëzakonshme, është shumë e bukur. Edhe kur e shoh një fotografi ku një stërgjyshe jonja e komuniteteve e ka pas të veshur dhe është aty ekspozuar, është e jashtëzakonshme. Angjasojnë me tonat? Është identike, është e njëjta, domethënë ajo të cilën e kam pas, e kemi të njëjtën edhe të prezantuar në qendrën kulturore. Janë të dalluar të tri veshjet, komunitetit rom, komunitetit ashkali dhe komunitetit egjiptian. Gjithsesi, qendra është ende në ato fazat e para të hapjes. Jemi shumë të interesuar në rritjen e kësaj qendrës, në popullime me sa më shumë informata, materiale dhe pse jo artefakte të ndryshme, sa më të vjetra aq edhe të reja të cilat e prezantojnë më së miri këto tri komunitetet. Përveç veshjes, çka ka tjetër që ka zgjukurështje shumë? Ka materiale të ndryshme shumë tradicionale, të cilat identifikojnë këto komunitete, si që janë materiale ose vegla muzikore, materiale vegla të punës, pastaj janë shumë elemente që kisha pasur në shtat ju të gjitha dhe mi prezentu, edhe pse është qendra është jashtëzakonisht mendoj është një hap i parë për atë çka ne synojmë me bëj një qendër shumë më informative, edhe pse ka informatat jashtëzakonisht shumë të mira të prezantuara. Na, patjetër që ekipi jonë do të vijë një ditë dhe nga afër të shikojë dhe të përcjell përmes pamjeve edhe për shikuesit tonë, por unë besoj që edhe kjo biseda jonë po zgjon kurrishtje goxha shumë, sidomos shumë e vërtet shkollat, fëmijët i dërgojnë që të mësojnë, na po jetojmë në një vend multietnik, pse jo të mësojnë për kulturat e të gjithëve. Po përderisa mungojnë informatat bazike në tekstet shkollore, në muzet kombëtar, pse jo të mos e krijojmë përderisa është e krijuar një qendër kulturore e cila është për këto tri komunitete, duke marrë parasysh që shpresojmë shumë edhe për komunitetet të tjera të kemë prezantime të ngjashme. Mirë po, për këto tri komunitete, jashtëzakonisht shumë ka pas mungesa të prezantimeve dhe urojmë shumë që gjitha sistemi edukativ të ketë një vizitë organizoj dhe ne jemi jashtëzakonisht shumë të interesuar që këto të jenë pjesë jo vetëm e informimit të qytetarëve ose një vizitë së thjeshtë, këto duhet të jenë pjesë e një sistemi edukativ të mirëfillt i cili është një farë baze e çdo elementi kundër diskriminimit.